Sahih al-Bukhari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të ndëruar vëllezër dhe motra, mirë se ardhët takimin e radhës, rreth komentimit, shpjegimit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allahu e pas mëshiruar. Edhe më tej jemi në Kitabul Iman, në kapitullin e imanit apo të besimit, duke shpjeguar hadithet e cilat e cek Imam Bukhariu në këtë kapitull. Respektivisht jemi tek hadithi 42, ku Imam Bukhariu nën kreun shtimi imanit dhe paksimi i tina, e cek edhe hadithin e Umar ibn al-Khattabit, radiallahu anhu, ku thuhet se një njeri prej qifotve jahudive i tha Omerit radiallahu anhu, ja amir al-muminin, o presi muslimanve, ajetun fi kitabikum taqra'unaha, e keni ju një ajet në Koran, në librën e juaj, të cilin ju e lexoni atë. Lau alejna ma'shar al-yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Ai ajet, sikur se të na kishte zbritur neve jahudive qefotve, do ta merrnim atë ditë për fest. Do ta konsideronim atë ditë për fest. Ditën që ka zbrit ka ajet koranor. Omeri i tha, cili është ai ajet? Për cilin ajet e ke fjallën? Këtë që futi, po thot, tha, ajeti el-jome ekmeltu lakum dinakum wa atmamtu alejkum ni'meti wa raditu lakum al-islam dina. Sad u plotësova, u përsosa fen tuaj, u plotësova nimetet e mia ndaj jush. Dhe e pëlqeva, pajtova që Islami të jetë fe juaja. Ajeti është e surës Maide. Omeri radiallahu anhu po thot, qad arafna dhalika al-yawm, ne e dim ditën kur ka zbritur. والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم, dhe vendin madje ku ka qenë pejgamberi kur i ka zbritur ky ajet. Wa huwa qa'imun bi Arafata yawm al-jum'ati, ai ka qenë në këmbë në Arafat, ditën e Arafatit, ditën e xhumas. Të nderuar vëllezër dhe motra, Islami din i përsosur, i plotësuar. Këtë që fut, e që në këton hadith nuk ceket emri i tina. Por Imam Tabariu në koment të fësir të këtij ajeti, dhe ulemat të tjerë, e ceken se fjala është për Kab el-Ahbarin, personalitet shumë i njohur, i cili është nga qifotët dhe be musliman. Këtë qifot për i drejtohet Omerit radiallahu anhu, e për i thëtë, o prisi muslimanve, në librin e juaj, ju e keni një ajet koranor, të cilin e lexoni, por aq është e lexoni, namaz është namaz, të lexojnë ajetet koranore të gjitha, por aq është i rëndësishëm ky ajet, aq është kuptim plot ky ajet, aq është domethënës ky ajet, sa që po të na kishte zbritur neve që fotve librin ton, do ta kishëm
marrë atë ditë, do ta kishim konsideruar atë ditë që ka zbrit kjo ajet fesë për neve që futve. Aq i madh është kjo ajet. E Omeri i bërë përshtypje kjo fjale ati që futi, edhe i tha për cilë e ke fjallën? E që futi tha ka fjallën për ajetin e tretë të surës el-Maide, el-jome ekmeltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Sot, u plotësova, u përsosa fen tuaj, u plotësova dhuntit e mia ndaj jush. U plotësu feja, u plotësu begatitë e Zotit në dinin islam për pejgamberë dhe musliman. Wa raditu lakum al-islam dina, edhe pëlqeva, e përzgjodha, pajtova që islami të jetë për ju fe. Qa me të thotë kjo? Të kjo ajet koranor mund të ndalemi gjatë për të spjeguar. Por në pika të shkurtëra, ajeti tregon se dini Allahut islami u plotësua. E që në kupton, në fe nuk ka met asë gjë mango pa o sqarua. Çdo gjë për çfarë ka nevoj për te robi në tokë të Zotit, Allahu e zbriti në Koran. Asë gjë nuk la pa e cekur, atë që ka nevoj njeriu. O plotësue plan programi jetësor për besimtarët. O plotësu halali dhe harami. O plotësua në dispozitat e fesë. O plotësu në krejtë. E kjo ajet koranor, që shpëthot Omeri, unë e di edhe ditën kur ka zbritur, edhe vendin ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka zbritur kur pejgamberi ishte në Hajj, vitin e 10 Hijri. Madje në Arafat. Madje ishte në Kam, duke qëndruar kur zbriti kjo ajet. Ajni dhe të tjerë, në koment të këtij hadithi, thonë se ka zbritur pasi qindis, ditën e Arafatit, ditë gjemaje. Kjo ajet koranor, cili tregon se halali dhe harami o plotësu, feja o plotësu. Edhe se Allah i madhruar ka përzgjedhur për ne këtë fe. Dhe si rridhoj, si rezultati kësaj, tjetër fe Zotin nuk pranon. Tjetër fe Zotin nuk pranon. Sepse Allah po thot pajtova, e pëlqeva për ju islamin. Andaj, nëse dënë më afru të Zotit, do të më afru me këtë din, me ata që ka pëlqy, ka përzgjedhur Zotit, e ju ata që përzgjedhë te, apo mendja jote. Jo, s'mundesh më afru të Zotit. Andaj edhe Allahu nuk i pranon fetë e tjera. Për ata Allahu ka thonë, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min. Dhe ai i cili kërkon fe tjetër përpas islamit, nuk do të pranohet atina. Nuk i pranohet. Nuk i pranohet. Islami është fe e cila fe e vetmja e pranuar te Allahu. Kjo ajet, pra, me këtë ajet u sqaru, ju bëhet qartë muslimanëve se feja plotësu, ju bëhet qartë edhe ju muslimanëve se islami është fe e kompletuar. E kompletuar. Kanë thonë ulemat, mas këtij ajeti, më as një dispozit halal e haram nuk ka zbritur në fenë islame. As një. Pas zbritjes së kësaj dite, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar edhe 81 ditë. Dhe mas 81 dite ka vdekur ai bekuar alaihi salatu wassalam.
Andaj të ndëruar, kjo ajet dhe ajet e tjera të ngjajshme, po dhe këtë Kurani, na tregon neve besimtarëve madhështinë e kësaj feje. Kjo ajet tregon se vetëm ja feja e cila është plotësuar dhe është program i plotë jetësor për njeriu. Madje jo vetëm për njeriu e kohës kur zbriti Kurani, por për njeriu në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet, në të gjitha rrethanat, në të gjitha shoqëritë, në të gjitha postat, në të gjitha moshat. E kështu me radhë deri në kiamet. Fe e përsosur, e plotësuar, e përkryer. Program jetësor i përkryer. Andaj e jemi Zotit shumë falënderues, që Allah për ne e zgjodhi Islamin, si fe, na plotësoi këtë din, e pastaj na përzgjodhi neve që ta pasojmë këtë fe. Për çka jemi shumë falënderues të Madhit Zot te bareke ve teala. Asaj përket këtij qifuti i cili apo këtij njeriu prej qifut i cili pyeti Omerin radiallahu anhu për këtë ajet kuranor, Imam Tabari dhe të tjerë kanë thënë se fjala është për Ka'b el-Ahbarin. Por kush është Ka'b el-Ahbar? Është Ka'b el-Ahbar el-Himjeri prej një fisi Himjer nga Jemeni, Jemenas, qifut i Jemenit. Qifut i Jemenit. Sa për një ori dhe së dhe kësa ditë në Jemen ka qifut. Në Jemen ka qifut. Kë ka jetuar në kohën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, po nuk e ka takuar pejgamberin dhe nuk ka bërë musliman sa ka qenë pejgamberi gjallë. Kë ka pranuar Islamin në kohën e Abu Bekrit dhe është përngul në Medinë. Ka'bi konsiderohet prej tabiinëve të mëdhej, gjenerata e dytë. Konsiderohet prej ulemave të mëdhej të qifutve. Ka qenë alim i madh, dietar i madh, rabin i fort i madh, në fenë qifute. Dhe në përgjithësi në dhjetën e vjetër dhe të rejnë, ka njoft librat fetar më mirë se çdo kush tjetër. Dhe ka qenë interesuar shumë për Islam, për njohuritë e Kuranit e të Sunetit, dhe për dietarëve, për tabiinëve që janë dietarë të mëdhej. Ka'bin tregimet e tina, thënjet e tina, i gjejmë të shpërndara në për libra të ndryshme, të tefsirit në veçanti, po dhe të historizat e tjera. Omeri radiallahu anhu gjatë pushtetit sa ishte në pushtet, shumë herë konsultante Ka'bin për çështje të ndryshme. I thashtë Ka'b, a ke diçka të njohuri rreth kësajna? Apo, çfarë thon librat e tjera të hershme për këtë? Apo, si kanë vepruar qifutët në rast të tillë? Apo, i thonte Ka'bit, të kanë ndonjë ngjarje të popujve të kaluar, hajtë tregona diçka që ka ndodhur. Dhe kjo sillte tregime, ngjarje të ndryshme, madje disa prej tyre janë shumë të çuditshme dhe disa prej tyre edhe vështirë të kapshme logjikisht. Pra, konsiderohet prej tabiinëve të mëdhej, prej burrave të mëdhej, besimtarë sinqert, musliman i mirë, e pranoi Islamin në kohën e Abu Bekrit mirë thash, dhe në kohën e Omerit, të Osmanit, dhe ka vdek në kohën e Osmanit radiallahu anhu, në Humus të Siris, ku ka jetuar vitet e fundit të jetës së tij, dhe që ka vdekur në vitin 35 Hijri. Allahu ka pas mëshiruar Ka'bin, të gjithë tabiinët, e ne falenderojmë Allahun për mirësitë e begatit e tij. Deri në takim në radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sahih al-Bukhari.